Egli dhe Gjesti ndodhen në mes të dhomës së ndenjes, ndërsa tensioni mes tyre rritet nga sekonda në sekondë. Pas disa shkëmbimeve të fjalëve të ashpra, Egli humb durimin dhe, me një ton të prerë, i drejtohet Gjestit. Ti je një budalla, Gjesti. Nuk e kupton që gjithë këto që bën nuk kanë asnjë kuptim. Vetëm përpiqesh të luash lojra dhe të manipulosh njerëzit rreth teje. Gjesti qesh me ironi dhe tund kokën, sikur të mos e marrë seriozisht atë që po dëgjon. Pse nervozohesh kaq shumë, Egli? Mos ndoshta sepse e di që kam të drejtë? I thot ai, duke u përpjekur ta provokoj edhe më shumë. Egli e shikon me nervozizëm dhe i afrohet edhe më shumë, duke folur me një ton edhe më të ashpër. Ti gjithmonë mundohet t'ia futësh të tjerëve. Nuk të intereson askush përveç vetes tënde dhe vetëm sa bën lojra të pista. E kupton apo jo? Gjesti tund kokën, duke buzëqeshur sikur të kënaqet me zemërimin e saj. Egli, ti gjithmonë mendon se unë kam ndonjë plan të fshehtë. Po ndoshta je ti ajo që sheh shumë teori konspirative aty ku nuk ka asgjë. Egli përplas duart dhe shikon nga banorët e tjerë që janë dëshmitar të debatit. Të gjithë e dinë se si je ti, Gjesti. Nuk je aq i zgjuar sa mendon. Më mirë pranoje që nuk je asgjë tjetër veç se një manipulues i dështuar. Gjesti vazhdon të qesh dhe i afrohet edhe më shumë. Nëse jam aq budalla sa thua ti, atëherë pse po më kushton kaq shumë vëmendje? Mos ndoshta të interesoj më shumë se ç'do të pranosh? I thot ai, duke e sfiduar me një shikim provokues. Egli tund kokën dhe largon shikimin me nervozizëm. Mos u lodh kot, Gjesti. Nuk ka asnjë shans të më manipulosësh mua. Unë e di shumë mirë se çfarë njeriu je. Banorët e tjerë shikojnë të habitur këtë debat të tensionuar mes tyre, ndërsa Gjesti buzëqesh me vetbesim, sikur të kishte arritur atë që dëshironte, ta acaronte edhe më shumë Eglin, saj. Jozi dhe Loredana janë ulur në një cep të shtëpisë, duke u siguruar që askush nuk i dëgjon, ndërsa fillojnë të diskutojnë për planin e tyre kundër Gjestit. Të dy duken serioz, ndërsa fjalët e tyre janë të mbushura me vendosmëri dhe strategji. Unë nuk e duroj dot më Gjestin, thot Loredana me nervozizëm, duke përplasur duart mbi tavolinë. Ai sillet sikur është i pathyeshëm, por në të vërtetë është thjesht një manipulues. Është koha ta largojmë nga loja. Jozi tund kokën në shenjë miratimi, ndërsa mbështetet në karrige dhe e shikon Loredanën me një shprehje të menduar. E di, ai po bën shumë lëvizje të rrezikshme dhe po mundohet të na hedhë të gjithëve kundër njëri tjetrit. Nuk mund ta lëm të vazhdoj kështu. Nëse nuk e ndalim tani, ai do të na eliminojë një nga një. Loredana psheretin dhe kalon gishtat në flokët e saj, duke u menduar për një moment. E vetmja mënyrë që ai të largohet shpejt është me një zarf të zi. Nëse arrijmë të krijojmë një situatë të rëndë kundër tij, do ta detyrojmë vëllain e madh ta nxjerrë jashtë menjëherë. Jozi buzëqesh me ironi dhe mbështet bërylat mbi gjunjë, duke u afruar më pranë saj. Dhe si do ta bëjmë këtë? Duhet një plan i zgjuar, diçka që të duket si një shkelje e rëndë e rregullave nga ana e tij. Nëse veprojmë me kujdes, ai do të jetë i eliminuar para se të kuptojë çfarë po ndodh. Loredana ngre vetullat dhe një buzëqeshje dinake i shfaqet në fytyrë. E thjesht. E dim që ai ka një temperament shpërthyes. Nëse e nxisim mjaftueshëm, mund ta bëjmë të reagojë ashpër. Ndoshta edhe ta detyrojmë të thotë diçka të palejueshme ose të sillet agresivisht. Pastaj, vëllai i madh nuk do të ketë zgjidhje tjetër veç se ta dënojë me zarf të zi. Jozi qesh dhe shikon nga larg, sikur po planifikon çdo hap në mendjen e tij. Për këtë duhet durim. Nuk mund ta bëjmë menjëherë, sepse do të duket e qëllimshme. Duhet të krijojmë situata që ta shtyjnë drejt gabimit, ta bëjmë të ndiejë presion derisa të shpërthejë vetë. Loredana tund kokën, duke u pajtuar plotësisht me idenë. E saktë. Do të veprojmë ngadalë, do ta bëjmë të ndihet i izoluar, do ta vendosim përballë të gjithëve. Dhe kur të vijë momenti, ai do të bëjë një hap të gabuar dhe paf. Zarfi i zi do ta largojë nga loja. Të dy qeshin lehtë, duke ndjerë kënaqësinë e planit të tyre të fshehtë. Ata e dinë se për ta zbatuar këtë duhet të veprojnë me kujdes dhe të jenë të duruar.
por në mendjen e tyre, largimi i gjestit është tashmë një fakt i kryer, vetëm koha do ta vërtetojë. Gjesti dhe Egli janë ulur në këndin e tyre të preferuar në kopsht, larg syve të banorëve të tjerë, duke diskutuar për situatën brenda shtëpisë. Egli, me krahët e kryqëzuar, duket e menduar, ndërsa Gjesti, i mbështetur pas karriges, hedh vështrimin drejt shtëpisë, ku Jozi dhe Loredana po qëndrojnë bashkë. Unë të them një gjë, Egli, fillon ai, duke tundur kokën me mosbesim. Ata të dy, Jozi dhe Loredana, nuk kanë asnjë ndjenjë për njëri tjetrin. Gjithçka që bëjnë është për lojë, për strategji. Egli ngre vetullat dhe e shikon me kureshtje. Po pse mendon kështu? Ndoshta ndihen mirë bashkë, thjesht nuk e tregojnë aq shumë, thot ajo, por në zërin e saj duket një farë skepticizmi. Gjesti buzëqesh me ironi. Egli, unë e njoh shumë mirë Loredanën. Dhe gjithashtu e njoh Jozin. Ata nuk janë të dashuruar. Nuk kanë ndjenja aty, vetëm lojë dhe kalkulim. E shikon vetë si sillen. Një ditë janë shumë afër, ditën tjetër as që flasin me njëri tjetrin. Egli pshërtin dhe shen nga çifti në fjalë. E vërtet, disa herë duket sikur nuk kanë fare kimistri, por ndoshta është mënyra e tyre e të shprehurit, thot ajo, ende duke analizuar situatën. Gjesti tund kokën. Jo, Egli. Nuk është ashtu. Loredana është shumë e zgjuar dhe e di shumë mirë si ta përdor këtë marrëdhënie për të qëndruar sa më gjatë në lojë. Dhe Jozi? Ai thjesht ndjek lojën. Ai është i bindur se duke qenë çift në shtëpi, mund të fitojnë më shumë mbështetje nga publiku. Egli buzëqesh lehtë, por ende duket e pavendosur. Mund të kesh të drejtë, por ndoshta nuk është e gjitha një lojë. Ndoshta mes tyre ka diçka të vërtetë që ne nuk e shohim. Gjesti qesh dhe ngres supet. Po mirë, le të presim dhe ta shohim. Por unë të them që kjo është thjesht një marrëveshje mes tyre. Dhe në momentin që loja do të kërkojë diçka ndryshe, ata do ta braktisin njëri tjetrin pa asnjë problem. Egli hesht për një moment dhe më pas e shikon me një shprehje të menduar. Mbase ke të drejtë, por gjithsesi, është argëtuese ti shohësh. Gjesti qesh me ironi. Po, e vetmja gjë e mirë në këtë marrëdhënie është drama që sjell. Kjo i bën gjërat më interesante këtu brenda. Të dy qeshin lehtë, ndërsa vazhdojnë të vëzhgojnë çiftin në fjalë, duke pritur që loja të zbulojë të vërtetën e saj. Jozi, me një buzëqeshje dinake në fytyrë, e shikon nga larg Gjestin, i cili po mundohet të mos e jap veten. Ai i afrohet me një qëndrim ironik dhe fillon ta ngacmojë, duke i thënë me zë të lartë që edhe të tjerët ta dëgjojnë. Hej, Gjesti, po më duket sikur ke rënë në dashuri me Eglin, apo jo? Mos e moho, se të lexojmë në sy. Thot ai, duke qeshur dhe duke ja ngulur syt me një vështrim provokues. Gjesti rrotullon syt dhe tund kokën, duke u përpjekur të mos tregojë asnjë emocion. Jozi, lëri këto budallallqe. Unë dhe Egli jemi thjesht shok, mos fillo me këto teoritë e tua boshe. I përgjigjet ai, por në fytyrën e tij duket një lloj sikleti. Jozi qesh edhe më shumë dhe i afrohet akoma më tepër, duke i vënë dorën mbi shpatull. Shok thua, apo po përpiqesh ta fshehësh të vërtetën? Se unë e kam parë se si e sheh Eglin, si e kërkon me sy, si të ndryshon toni i zërit kur flet me të hajde, mos u mundoni të na hidhni hi syve. Gjesti bëhet sikur nuk e dëgjon dhe largon shikimin, por Jozi nuk ka ndërmend ta lërë me kaq. Ose ndoshta, ke frikë ta pranosh sepse e di që Egli nuk ndjen të njëjtën gjë për ty. Hërmëmë? Kjo është arsyeja. Thot ai me një buzëqeshje sfiduese, duke bërë që disa nga banorët aty pranë të nisin të qeshin dhe të përfshihen në bisedë. Gjesti, i nervozuar nga talljet, më në fund kthehet nga ai dhe i thot me një ton më serioz, Jozi, po merresh shumë me mua dhe Eglin. Ndoshta duhet të shohësh punët e tua, se nuk po të shoh shumë të fokusuar në lojën tënde. Jozi ngrit duart lart në shenjë dorëzimi dhe qesh. E po, kur të jesh gati ta pranosh, na thuaj, se mezi po presim ta festojmë dashurinë tuaj të madhe. Gjesti tund kokën dhe largohet duke buzëqeshur me nervozizëm, ndërsa banorët vazhdojnë të diskutojnë mes tyre, duke bërë shaka dhe duke spekuluar mbi të vërtetën e ndjenjave të tij për Eglin.
Jozi, i revoltuar dhe i bindur për atë që po thot, i afrohet Eglit me një shikim të ashpër dhe me duart në i. Ai nuk mund ta kuptoj se si ajo nuk po e sheh atë që, sipas tij, është kaq e qartë. Egli, po më dëgjon? Gjesti po të përdor përsëri, dhe ti as që po e kupton ose, akoma më keq, po bën sikur nuk e kupton. I thot ai me një ton të lartë, duke i shtrënguar duart si për të theksuar fjalët e tij. Egli, e qetë por me një shikim të ftohtë, i kthen një përgjigje të prerë. Jozi, mjaft me këto teoritë e tua. Unë e di shumë mirë çfarë bëj dhe nuk më intereson fare çfarë mendon ti për këtë. Jozi qesh me ironi dhe tund kokën. Oh, e di shumë mirë çfarë bën? Po a nuk ishte e njëjta situatë edhe më parë? Ai të afroi, të bëri të besosh që është i sinqert, dhe pastaj të la në balë. Dhe tani, e shoh që po ndodh e njëjta gjë, por ti prap nuk don t'ja dish. Egli shtrëngon në ofullat dhe i drejton një shikim të ashpër. Nuk jam fëmijë, Jozi. Unë marr vendimet e mia, nuk kam nevojë për dikë që të më tregoj se çfarë është e drejtë dhe çfarë jo. Nëse më përdor apo jo, është puna ime, jo e jotja. Jozi i afrohet më shumë dhe e shikon drejtë në sy. Egli, e kupton që nuk është vetëm puna jote? Sepse të gjithë ne e shohim çfarë po ndodh. Dhe të gjithë e dim se si do të përfundoj kjo. Ai thjesht po të manipulon dhe ti po e lejon. Egli pshertin dhe kthen shikimin nga ana tjetër, duke refuzuar të dëgjojë më. Më mjafton të di çfarë dua unë, Jozi. Nuk më intereson mendimi yt. Thot ajo, duke treguar se nuk ka ndërmend të ndryshoj qëndrim. Jozi, i zhgënjur dhe i lodhur nga kokëfortësia e saj, ngrit duart në shenjë dorëzimi. Në rregull, Egli, bëj si të duash. Por kur të lëndohesh përsëri, mos u anko. Sepse të kam paralajmëruar. Ai largohet duke tundur kokën me nervozizëm, ndërsa Egli qëndron e palëkundur, e bindur që ka të drejtë. Megjithatë, fjalët e Jozit mbeten pezull në ajër, duke e bërë të reflektojë, sadopak, për atë që ai sapo i tha. Rozana, e acaruar dhe e lodhur nga sjellja e gjestit, e ballafaqon atë në mes të shtëpisë, ku të gjithë banorët mund të dëgjojnë debatin e tyre. Ajo e shikon drejt në sy, me duart në bel dhe një shikim të ftohtë që tregon qartë se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga ajo që ka për të thënë. Gjesti, ti je një njeri i tmerrshëm. Të gjithë e shohin se çfarë po bën, por ti vazhdon sikur nuk të intereson fare. I thot ajo me nervozizëm. Gjesti, i ulur në divan, qesh me ironi dhe ngres supet, sikur fjalët e saj të mos kishin asnjë rëndësi. Po çfarë kam bërë unë, Rozana? Pse gjithmonë ti duhet të jesh ajo që më jep leksione morale? Rozana bën një hap përpara, duke u afruar edhe më shumë. Të plas ty fare për Eglin? Të intereson vërtet ajo apo vetëm e përdor për lojën tënde të ndyrë? Sepse nga ajo që po shoh, ti nuk ke asnjë ndjenjë për askënd këtu, vetëm për veten tënde. Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por në sytë e tij vërehet një nuancë nervozizmi. Unë nuk kam pse të justifikohem para teje, Rozana. Nëse Egli ka ndonjë problem me mua, le të ma thot vetë, nuk më duhet që dikush tjetër të flasë në vend të saj. Rozana tund kokën dhe qesh me përbuzje. Sigurisht që nuk të duhet. Sepse ti nuk do të përballesh me të vërtetën. Ti vetëm luan me ndjenjat e njerëzve dhe pastaj bën sikur nuk kupton asgjë. Egli ka vuajtur për ty dhe ti as nuk e vëre. Gjesti pshertin dhe ngrihet më në fund nga divani, duke i bërë një hap nga Rozana. Nuk jam unë ai që e kam detyruar Eglin të ndjejë diçka për mua. Nëse ajo ka ndjenja, është puna e saj, jo e imja. Unë nuk kam premtuar asgjë. Rozana në shikon me zemërim. Pikërisht ky është problemi, Gjesti. Ti nuk premtove asgjë, por sërish e mbajte afër, e bërë të besoj se kishte një shans. Dhe tani, thjesht sillet sikur nuk ekziston. Kjo tregon se çfarë njeriu i keq je. Gjesti tund kokën, tashmë i irrituar. Unë nuk kam detyrim ndaj askujt këtu, Rozana. Nuk jam as prind, as mbrojtës i askujt. Të gjithë jemi të rritur dhe bëjmë zgjedhjet tona. Nëse Egli ndjen keqardhje për veten, nuk është faji im.
Rozana bërtet, nuk është puna për të pasur detyrim, gjesti. Është puna për të pasur zemër. Por ti nuk ke. Ti je thjesht një lojtar i paskrupullt që nuk i intereson asgjë për askën. Gjesti qesh me ironi dhe largon duart, duke u kthyer për të ikur. Mendo çfarë të duash, Rozana. Unë nuk kam kohë të merrem me dramat e tua. Rozana, duke e parë atë të largohet, tun kokën e shgënjur dhe kthen shikimin nga banorët e tjerë, të cilët kanë dëgjuar gjithçka. Ja, ky është gjesti. Njeri pa ndjenja, pa kujdes për askën. Dhe pastaj pyet veten pse njerëzit nuk i besojnë. Gjesti nuk reagon më, por fjalët e saj mbeten pezull në ajër, duke e lënë një atmosferë të rënduar mes tyre. Gjesti, me buzëqeshjen e tij të zakonshme dhe qëndrimin e tij lozonjar, i afrohet Danjës teksa ajo është e ulur në divan duke biseduar me banorët e tjerë. Ai e shikon me një vështrim ngacmues dhe e përshëndet me një ton të ëmbël, duke dashur t'i tërheqë vëmendjen. Danja, e di që të kanë thënë shumë herë, por unë po ta them përsëri, ti je vërtet shumë e bukur, i thot ai, duke i buzëqeshur dhe duke e parë drejtë në sy. Danja, e cila tashmë është mësuar me batutat dhe ngacmimet e gjestit, qesh lehtë dhe rrotullon syt, duke mos i dhënë shumë rëndësi komplimentit të tij. Gjesti, mendoj se po i keq përdor shumë këto fjalët e bukura, nuk funksionojnë gjithmonë, i thot ajo me një ton tallës. Gjesti nuk dorëzohet lehtë. Ai i afrohet edhe më shumë dhe, duke i bërë një gjest me dorë, i thot, po unë nuk po të them gënjeshtra, e kam seriozisht. Ti e di që gjithmonë ke qenë një ndër më të bukurat këtu dhe përveç kësaj, ke edhe një karakter shumë interesant. Danja e sheh me një buzëqeshje të lehtë, por nuk duket e impresionuar. Ajo kryqëzon krahët dhe i përgjigjet, po mirë, Gjesti, nëse e ke seriozisht, atëherë pse më komplimenton vetëm kur të vjen ty për shtat? Pastaj, unë nuk jam si ato vajzat që bien prej fjalëve të bukura, nuk e vras mendjen shumë për këto gjëra. Gjesti tund kokën, duke bërë sikur po mendohet për fjalët e saj. Po ndoshta duhet ta them më shpesh atëherë. Apo duhet të gjej një mënyrë tjetër për të bërë të kuptosh se vërtet mendoj që je e bukur, i thot ai me një ton flirtues. Danja qesh dhe e shikon me një shikim sfidues. E di çfarë, Gjesti? Mund të provosh çfarë të duash, por unë nuk impresionohem kaq lehtë. Nuk është aq e thjeshtë të më bësh për vete. Gjesti qesh me të, duke e kuptuar që Danja nuk është nga ato vajzat që bien prej lojrave të tij. Megjithatë, ai duket se e shijon këtë sfidë dhe nuk ka ndërmend të ndalet së ngacmuari atë. Banorët e tjerë që po dëgjojnë këtë bisedë qeshin, duke e bërë situatën edhe më argëtuese. Gjesti, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, i afrohet Jozit, i cili duket i qetë, por në të njëjtën kohë i përqendruar tek fjalët e tij. Ai e sheh në sy dhe, duke tundur kokën, fillon të flasë me një ton provokues. Jozi, seriozisht ti ende nuk e ke kuptuar? Loredana po të përdor për lojë dhe ti as që e ke vënë re. Ajo është shumë më e zgjuar se ty, e di saktësisht çfarë po bën dhe si ta luaj këtë lojë. Ti je thjesht një kukull në duart e saj. Jozi e ngushton shikimin dhe tund kokën, duke buzëqeshur me përçmim. Gjesti, ti flet shumë, por më duket se nuk e di çfarë po thua. Loredana nuk është duke më përdorur për asgjë, ne jemi thjesht mirë bashkë. Gjesti qesh me ironi dhe i afrohet edhe më shumë. Po, sigurisht, ashtu mendon ti. Po të pyes, pse mendon se ajo gjithmonë luan me ndjenjat e tua? Një ditë të afron, ditën tjetër të shtyn larg. Ajo e di që ti je i dobët për të dhe po e shfrytëzon këtë në avantazhin e saj. Jozi bëhet më serioz dhe ja kthen me një ton më të ashpër. Gjesti, unë nuk jam budalla, e di shumë mirë se çfarë po bëj. Mos u mundo të më mbushësh mendjen me lojrat e tua. Unë e njoh Loredanën më mirë se ti. Gjesti tund kokën dhe buzëqesh sërish. Po pra, ky është problemi. Ti mendon se e njeh, por në fakt je verbuar nga ajo. Loredana është më e zgjuar se ty, ajo e di si ta manipuloj situatën dhe të bëj të dukesh si një i padobishëm. Dhe, për ta thënë hapur, ti po e lejon këtë, sepse je një budalla i mirëfill. Jozi shtrëngon nofullën dhe bën një hap përpara, duke i bërë të qartë se nuk i pëlqen as pak kjo bisedë.
Tensioni midis tyre rritet dhe është e qartë se ky debat mund të shpërthejë në diçka më të madhe. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin vështrime drejt tyre, duke e ndjerë se situata mund të dalë jashtë kontrollit.